I ri, aktiv dhe shumë vizion. A I përfaqëson një brez studentësh që beson tek drejtësia, tek bashkëpunimi dhe ndryshimi pozitiv në shoqëri. Në rolin e zëvendës kryetarit të Elsa North Macedonia, Ylli Paquku është BZ I të rinjve juridik që kërkojnë më shumë mundësi, më shumë hapësirë dhe një rol shumë të fortë në ndërtimin e të ardhmes ligjore të vendit të rajonit. Sot në studio a I ndan me ne edhe përvojën e fundit nga Balkan Officers Meeting e mbajtur pikërisht në Sofje. Bashkëpunime që po forcojnë lidhjet me studentëve të drejtësisë në Ballkan dhe vizionin e tij respektivisht për një brez profesionistësh që besojnë në studimin e ligjit dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Ylli, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ashtu si që të paralajmërova, një djalosh I ri, plot vizion, plot dëshirë për të punu, për të ardhmen që janë të pakt. Realisht tash të rinjtë që të merren me drejtësinë, të merren me atë që të ndajnë të mirën prej të keqes, sepse rrjetet sociale, digitalizimi na kanë bërë në një komfort zonë, na kanë futur në një komfort zonë që nuk po duam edhe të dalim. Ti së fundmi more pjesë edhe në Balkans Officers Meeting në Sofje. Si do e përshkruaj këtë ngjarje dhe rëndësinë që ka pikërisht ajo në rrjetin e Elsas? Gjanan fillimisht faleminderit për ftesën. Lutem. Elsa është një organizatë jo qeveritare, organizata më e madhe studentore juridikes, dhe me thonë udhëheqjet nga studentët për studentët. Dhe viteve të kaluara, dhe me thonë Elsa ka pasur një stagnim. Ne, ekipi I ri që kemi ardhur, bordi ekzekutiv I ri, kemi dashur që të marrim pjesë sa më shumë në këto, do të thoja, takime ose seminare jashtë shtetit tonë, sepse vetëm në atë mënyrë ne mund të përmirësojmë, do me thonë, raportet e komunikimit me shtetet tjera, me përfaqësuesit e shteteve tjera dhe kështu me radhë. Në Sofje, Officers Balkan Meeting ishte takimi parë sa I përket këtij lloj takimi koordinues ose seminari. Ishte një takim koordinimi ku u planifikuan, do me thonë, projektet e ardhshme për vitin e ardhshëm dhe ishte një moment shumë I mirë për neve si bord, sepse pas një kohë të gjatë për herë të parë po marrim pjesë në këto takimet që çdo vit mbahen. Ndërsa ne kemi qenë të anashkaluar. Po, ne kemi qenë të anashkaluar dhe si bord I ri që kemi ardhur, po tregojmë se ne jemi të interesuar tek Elsa. Elsa është një organizatë serioze, por don përkushtim. Nga ky takim që patë, keni ashtu mbresa pozitive për bashkëpunime të frytshme në të ardhmen? Po, do ta cek edhe këtë. Ne kur u kthyem, do me thonë, pas Sofjes kishim, do me thonë, lëvdata edhe nga Elsa International. Ata janë, do me thonë, si kështu, si mbikëqyrës të gjithë këtij takimi koordinues. Kishim lëvdata, ato me të vërtet e panë se ne jemi të interesuar dhe se ne jemi të hapur për bashkëpunime të ndërsjellta mes organizatave si motra të shteteve tjera. Të shteteve tjera. Ti në rolin e zëvendës kryetarit të Elsas North Macedonia, cila ishte përgjegjësia që kishe pikërisht në këtë forum? Sipas statusit të organizatës, roli I zëvendës kryetarit, do me thonë, përveç se e zëvendëson kryetarin në rastet të ndryshme, ai gjithashtu udhëheq edhe me finansat e organizatës. Gjithë e dim se sa problem kanë organizatat jo qeveritare sa I përket finansave dhe unë si zëvendës kryetar kisha takime me zëvendës kryetarët e Elsave të tjera, ku bashkarisht bisedonim për strategji dhe metodat ndryshme se si mund sjellim finansa tek organizata që e përfaqësojmë. Si rol kyç dhe moment kryesor ishte edhe nënshkrimi I memorandumit rajonal të bashkëpunimit, nëse nuk jam gabim. A mund të na sqarosh pak se çfarë parashikon ky dokument dhe si ndikon në marrëdhëniet tjera ndërmjet degëve të Elsas në përgjithësi në Ballkan? Prap do të kthehem tek bordet e mëhershme, do me thonë, tërë këtë kohë, do me thonë, koordinimet me Elsa dhe tjera kanë ndodhur nëpërmjet platformave si Zoom-i, do me thonë, me kështu, me video calls, po me digitale. Me këtë takim dhe me këtë memorandum të nënshkruar,
në thojza ne zotohemi se çdo vit do të marrim pjesë në për këto takime koordinuese, sepse me të vërtet janë shumë të rëndësishme që të jemi në rrjedhat të kësaj rjete të madhe siç ELSA. Me nënshkrimin e këtij memorandumit, ne formuam si një lloj statuti, rregulla sepse kjo do të mbahet çdo minimumi një herë në vit, çdo vit në vende të ndryshme të Ballkanit dhe konkretisht do të jenë takime koordinuese për hapat e ardhshme të organizatave. Dhe nuk do të jetë vetëm ky takim jashtë shtetit tonë, përveç kësaj në këtë takim konkretisht organizohen seminaret e ardhshme që do të mbahen në region. Mund ta presim ndonjë ditë në Maqedoni të mbahet edhe kjo? Patjetër, edhe besoj se që nga viti ardhshëm vetë se do të kemi seminare të tilla ku do të sjellim përfaqësuesit e ELSA-ve tjera në Maqedoninë e Veriut. Pak të ndërlidhem dhe të dal jashtë temës, sa ka të rinj që janë të interesuar për të kyshur në organizata të tilla jo qeveritare, sa janë të informuar, sa janë të gatshëm të japin gjithçka prej tyre, sepse të jesh pjesë e një organizate jo qeveritare nuk është gjë profitabile financiare, po ndoshta më shumë investon në veten për të ardhmen tënde. Absolutisht, organizatat jo qeveritare nga një pikpamje shihen si organizata jo serioze, edhe sidomos nga të rinjt. Sa i përket kësaj, po, nuk janë profitabile, duhet ekip njerëz... Momentalisht, po pastaj... Po, ka edhe raste të tilla, por duhet një ekip i motivuar, që synim nuk e ka profitin, por me të vërtet të ndihmojë në shoqëri dhe të arrijë qëllime të ndryshme. Dhe ne këtë po e bëjmë, po mundohemi që të jemi prezent çdo kund si organizat, vetë se disa muaj e kemi marrë në dorën tonë ta themi organizatën, por vitin e ardhshëm do të mundohemi ta promovojmë në çdo aspekt, sepse duhet studentët e juridikut të njoftohen me këtë organizatë, se siç e thash është organizata më e madhe europiane për studentët e juridikut. E juridikut. Kishe rastin të takohesh edhe me kryetarin e ELSA Albania, sa na buzëqish fytyra kur e përmendim Shqipërinë, oj Perëndi. Çfarë u diskutua në këtë takim yll dhe cilat janë synimet për bashkëpunimin mes dy organizatave dhe të më tregosh pse aq shumë u qeshe. Ishte kënaqësia, sigurisht, apo? Me Jonin, ne njiheshim nga rrjetet sociale. Mund të them se jo vetëm Joni, i gjithë bordi, momentin kur u zgjodha, ata ishin ndër të parët që ma uruan këtë pozitë. Dhe e prisnim momentin kur të takohemi në jetë reale. Në Sofje ndodhi kjo. Ishte një takim i këndshëm, sidomos si një shqiptar përfaqësues i Maqedonisë së Veriut, ishte kënaqësi të takohesh me bordin ekzekutiv të Shqipërisë dhe biseduam tema të ndryshme me Jonin, tema që na prekin të gjithëve, sidomos studentëve, sa i përket emigrimit, kushteve në cilat jetojmë, bashkimit evropian, po shohim se Shqipëria me të vërtet ka lëvizje sa i përket kësaj çështje, këtu tek ne do të thoya kemi një stagnim dhe unë si një djalë që mendoj se shteti nuk ka rrugë tjetër përveç se bashkimit evropian, më interesonte nga Joni si një student juridikut në Shqipëri të informohem me situatën aktuale. Dhe përveç kësaj ne biseduam për mënyrën se si ta përmirësojmë raportin mes dy shteteve, mes dy ELSA-ve, dhe vetëm mund të konfirmoj se ram dakord që në janar në Tiranë të mbahet një shkollë 7 ditore, e mbushur me ligjerata nga profesor të Shqipërisë, por edhe nga Europa. Të kemi vizita në Shqipëri në për institucionet të ndryshme dhe ne si bord i Maqedonisë do të marrim pjesë, përveç se ne do të marrim pjesë edhe shumë antarë të thjeshtë që janë tek ELSA, kështu që do të jetë një afrimitet mes dy shteteve, studentëve të dy shteteve, ndarje idesh dhe një eksperiencë që mendoj se
do të jetë e dobishme për çdo kënd që do të merr pjesë. Ku jemi tek dobishmëritë e marrjes pjesë në konferenca apo organizata të tilla, si ndikon pjesëmarrja në aktivitete të tilla në rritjen e kompetencës dhe përgatitjen veçse më praktike të studentëve për tregun e punës juridike, sepse ju atë edhe synoni të jeni në botën e juridikut? Absolutisht, do me thonë, nëse më pyesnit para se të filloja të merreshja me fakultet, unë isha kundër këtynve isha kundër pjesëmarrjes në organizata ose në seminare të tilla, sepse mendoja se është një humbje kohe. Unë e kisha prioritet vetëm fakultetin dhe thoja ta mbaroj fakultetin me gjëra tjera mos të mirem që mos më defokuson. Por tash e shoh se sa më shumë të marrësh pjesë në për organizata, seminare të ndryshme është aq më mirë, sepse nuk është e pakontestueshme të thonë se sa ti ndërtohesh në karakter dhe në praks. Organizatat siç ELSA-s ose organizatat të tjera ose ndihmojnë çdo juristit të përgatitet për atë që me të vërtet e pret në të ardhmen, sepse funditës mendoj se ne po përgatitemi nëpërmjet fakultetit vetëm për definicionet, mësuara për menç, por nuk po përgatitemi për atë që për praksën reale. Dhe kjo praks, do me thonë, fitohet vetëm nëpërmjet këtynve aktiviteteve të organizuara konkretisht nga ELSA. Nga kjo organizat, po. Çfarë tematika apo projekte të reja planifikoni për periudhën në vim brenda organizator, përpos tani në janar me Shqipërinë tonë të dashur? Po, ne sot do ta kemi një takim me bordin ekzekutiv ku do t'i përcaktojmë projektet e ardhshme. Kemi vendosur që të realizojmë më pak projekte, por që t'jenë më efikase, më të mëdha dhe më të realizueshme. Fillimisht ne e kemi në plan program, do më thonë të kemi vizita në të gjitha institucionet lidhura me drejtsinë, do më thonë në për gjykata, në për prokurori, në për ministri të drejtësisë, ku antarët e ELSA-s do të munden të marrin pjesë në për këto vizita, të ndjekin, do më thonë, seansa gjyqësore, të takim me ministrin e drejtësisë e kështu me radhë. Së dyti, do me thonë, po organizohen, do me thonë, ligjerata nga advokat të njohur dhe nga gjykatës të njohur të vendit. Gjithashtu, do me thonë, javën e ardhshme do të fillon, kemi organizuar një kurs të nomoteknikës, që do të thotë se është një kurs ku studentët do të mbajnë ligjerata nga profesorët e fakultetit juridik për mënyrën se si shkruen aktet juridike, me thonë padit, kontrata, dokumentet të ndryshme, një gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë, do të thoja, sa e di unë në fakultetin tonë, dhe nga aty shihet se ne për 2 javë, do me thonë, mbi 200 student kanë aplikuar që t'jenë pjesë e këtij kursit. Aty e shohim se sa i mungon, do me thonë, drejtësisë kjo praktika reale që do të përgatit. Pastaj vitin e ardhshëm i kemi këto shkollat një javore që janë në shtetet e ndryshme. Kemi gjithashtu këtë simulimin e një gjykate, një lënde që çdo vit nga ELSA International organizohet në një vend europian, ku gjitha delegacionet e ELSA-ve marrin pjesë dhe simulohet në një gjyq, do me thonë një seancë gjyqësore. Dhe do thonë aktivitetet që me të vërtetë janë të dobishme për studentët dhe e njoftojnë me botën e drejtësisë, do ta quaja. Ku i përmende institucionet pak më herë se planifikoni të vizitoni institucionet të cilat kanë të bëjnë me juridikun. Cilat janë, si e vlerësoni bashkëpunimin tuaj me institucionet shtetërore në vend për mbështetjen e iniciativave të ELSA-s? Ka mbështetje nga institucionet shtetërore? Nëse ka, a është e mjaftueshme? Si që thash, jemi në komunikime, do me thonë, për këto vizitat në për institucionet. Ne nga institucionet mund të kërkojmë vetëm që ta kemi derën hapur tek ata dhe të na mirëpresin, gjë që po ndodh. Ne jemi në komunikim të përditshëm me këto institucione.
dhe ndihma është aty, do të thënë dyert janë të hapura, nuk mund të them, do të thënë diçka që nuk është ashtu, por do të kthehem te ajo problemi kryesor dhe janë financat. Dhe fatmirësisht, do të thënë, kam pasur shumë takime me advokatë të ndryshëm, me zyra të avokatëve, cilët më parë nuk e kanë suportuar Elcën, disa nga këta, por momentin kur... Nuk kanë parë seriozitet? Nuk kanë parë seriozitet, ka pas edhe që i kanë përkrahur, thash mos ju dalë. Jo, po flasim për ata të cilët kanë qenë më skeptik. Po, kanë qenë më skeptik dhe arsyeja kanë qenë se nuk ju është ofruar një projekt real. Dhe unë tash kur shkoj në këto takime, këta avokat më thonë, ose këta firma më thonë mua, ne duam, do të thënë, një projekt real, diçka që me të vërtet do të bën zë dhe do të jetë në dobi të studentëve. Në këtë mënyrë ne do të jemi të interesuar shumë më shumë t'ju ndihmojmë. Dhe gjithashtu, do të thënë, jemi në bisedime për sponsorat tjerë, por mendoj se ngadalë do të ngrihemi edhe sa i përket, do të thënë, çështjes financiare. Do kthejmë pak, tash jemi ka fundi dhe dua pak edhe për... Shumë shpejt ka loka koha këtu. Këtë e them gjithmonë, po askush nuk e beson derisa nuk ulet në vendin tënd. Je duke mbajt një pozicion shumë të rëndësishëm, një barë të madhe, një djalosh i ri nga i cili pritet shumë. Si e sheh këtë përvojë në raport me rrugtimin tënd profesional, Yll? Padyshim, do të thënë, është e dobishme sa i përket kësaj. Unë veten ndonjëherë nuk e di, ndonjëherë e shoh si advokat, ndonjëherë e shoh si politikan, ndonjëherë e shoh si ndonjë udhëheqës i ndonjë organizate dhe mendoj se është e dobishme sepse mësohesh të punosh rreth njerëzve, mësohesh me takime të përditshme. Pozita e zëvendës kryetarit është një pozitë goxha serioze dhe mendoj se do të jetë e dobishme për hapat e karrierës sime në të ardhmen. Ka studentë drejtësisë të cilët duan të kyqen në organizata të tilla, duan të kyqen në Elsa, por nuk e kanë mundësi, nuk dinë, kanë hamendje, kanë atë ndroj. Si do i inspiroje? Çfarë do ju thoje atyre? Unë ditë t'ju them, do me thënë se një ndër arsyet që u kyqa në Elsa është sepse pash një mungesë sa i përket studentëve shqiptar të fakulteteve të juridikut. Nuk mund të pranoja këtë fakt, unë vetë si shqiptar, do me thënë, po bëj gjithçka që të fillojnë edhe studentët shqiptar të interesohen dhe të marrin pjesë tek Elsa. Momentalisht fakulteti Elsa bashkëpunon vetëm me fakultetin Justinian i parë i fakultetin juridik Justinian i parë. Këtë vit neve shpresojmë që minimumi me 2 ose 3 fakultete të fillojmë bashkëpunimin dhe iniciativa ime është që njëri prej tyre të jetë një fakultet shqiptar, sepse në fund ditës Elsa është një organizatë europiane, ndërkombëtare. Shumë aktivitete, organizime të ndryshme do të mbahen edhe në gjuhën angleze, por pse jo edhe në gjuhën shqipe. Dhe në këtë mënyrë do mundohem, do të bëj gjithçka që ta zgjerojmë rrjetin e Elsës, antarësinë e Elsës me student nga gjitha etnit e tjera. Cili është vizioni yt personal për të rinjt e drejtësisë në Ballkan? A beson se tani ky brez do të mund të ndryshojë realisht mënyrën se si funksionon drejtësia në rajon, sepse ta themi të drejtën, ne që nuk merremi me drejtësi, kemi hasur, po shohim raste ku drejtësia edhe nuk është aq edhe e drejtë. Unë deri para pak kohë tani u aktivizua ajo dëshira për politikan, të më përgjigjesh në mënyrë më politike. Do të thoja se kam qenë i pa shpresë sa i përket kësaj. Pas ke menduar si unë? Po, unë e kam pasur mendimin se duhet të ndryshojnë gjëra, duhet përmirësohet standardi, duhet të ketë përmirësime, por kam menduar se të rinj tjerë nuk e mendojnë kështu. Dhe kjo mu demantua momentin ku unë fillova të studioj drejtësi, kur filloni me kolegët e mi
biseda të ndryshme dhe me të vërtetë e parë se çdo kush ose shumica janë të interesuar, dojnë të investojnë në këtë shoqëri që të përmirësohet ky realitet i hidhur. Dhe përpos kësaj, nëpërmjet këtyre seminareve të ELSës, duke biseduar me të rinj nga shtete tjera, e parë se edhe ata gjithashtu e ndajnë këtë mendim. Kështu që mendoj se jemi brezi i cili duhet ta sjell ndryshimin, sepse nëse nuk e sjellim neve tash, nuk e di se kush do ta bëjë. Andaj duhet të jemi të motivuar, të angazhohemi sa i përket kësaj çështje dhe t'ja arrim gjithë së bashku në fund ditës për të mirën tonë si të rinj. Fiks është e vërtet për të mirën tanë, jo për të tjerëve. Ata që duan edhe një pyetje të inkuadrohen në ELSA, ka afat kohor kur duhet të munden të paraqiten, ku duhet të paraqiten apo? Thjesht le të më kontaktojnë në mua, gjithçka do të rregullohet, domethënë në ELSA mund të antarësohesh gjatë gjithë vitit. Do t'i sugjeroja të ndjekni rrjetet sociale të ELSA-s pasi që atje publikohet çdo informat. Mund të më gjejnë mua në rrjetet sociale, unë jam i hapur për çdo kont, për çdo të ri ose të re sa i përket ELSA-s dhe me kënaqësi do ta ndihmoja çdo të riun që të drejtohet tek ELSA. Dhe një pyetje përfundme, nënkryetari i ELSA-s, që është një angazhim shumë i madh, një student shumë i dalluar, po ashtu tek Fakulteti Justiniani Park këtu në Shkup, të ngelet kohë pak për jetën tënde, sepse të rinj tani kanë dëshirë pak edhe që të argëtohen, të dalin, apo je fokusuar ashtu shumë seriozisht të bësh një ndryshim të madh? Çdo herë kam pasur, kam dashur të marr pjesë në për këto, domethënë të studioj, të marr pjesë në për aktivitete ndryshme, por edhe këtë punën e shoqërisë nuk e kam anashkaluar. Domethënë kështu që i motivon se kanë kohë për gjithçka. Po të organizohet koha siç duhet, mendoj se ka kohë për çdo gjë. Për gjithçka. E dëgjoni Yllen, bëuni edhe student të mirë, të dalluar, angazhojuni për të mirën e shoqërisë tonë dhe normalisht keni kohë për gjithçka. Ylli, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, na informove shumë edhe për ELSA, na informove shumë edhe për bashkëpunimet e shumta të cilat ofron pikërisht kjo organizatë jo qeveritare dhe shpresoj se sa më shumë të keni mbështetje nga të gjithë ata të cilët njëherë janë skeptik, po pasi që e prekim dhe e ndjejnë punën tuaj, normalisht do jenë aty për ju që t'ju shohim sa më lartë. Faleminderit Xhanan, kënaqësia ishte ime. Faleminderit.